Tregojnë në librat e historisë se në kohët e Abasive ka qenë një poet Ibn Nawwas, i cili njihej për jetën e tij të shtuar. Pra pinte alkool, edhe poesit i kishte problematike e tjerë. Kur ndron jetë ky, shkojnë Imam Shafiu dhe i thonë, ja kërkojnë që t'ja falë xhenazën. Imam Shafiu se kishte më shumë qejf, duke qenë se ishte njëri i cili kishte një emër shumë të keq. Edhe kur shkojnë tek shtëpia e tij, thonë dietarët me njëri tjetrin, o njeri im, çfarë ke përgatitur për jetën që vazhdon pas sot? Se me vdekjen nuk përfundon jeta e njeriu, futet një fazë tjetër. Fillon jeta e berzahut, pastaj do të fillojë jeta e ahiretit. Do thonë, çfarë ke përgatitur për ahiretin tënd? Dhe kur e kontrollojnë, i gjejnë një letër të vogël. Ente shkronte një poezi. Di çfarë shkronte Ibn Nawwasi? Thoshte, o Zoti im, me të vërtetë gjunahet e mia janë shumë të mëdha. Mirë, po unë e di shumë mirë se falja jote është dhe më e madhe. Unë i drejtoj duret dhe lutem tek ti, nëse ti mi kthen mbrapsht, kush do të mi pranoj ato? O Zoti im, nëse falja jote do të ishte vetëm për njerëzit e mirë, atëherë gjunaqtarët ku do të kërkonin ndihmë? Me të vërtetë që s'kam përgatitur asgjë tjetër, përveç se mendimit mirë për të, mendimin e mirë për Zotin, përveç se shpresës madhe se ti e falës dhe mëshirues shumë i madh, dhe përveç se faktit që po ndroj jetën musliman. Edhe kur e lexon këtë letër Imam Shafiu preket, edhe del edhe ja fal namazin e Ibn Nawwasit. Mos i paraqikojmë njerëzit, sepse ne mund t'ia shikojmë gjunahun tjetrit, pa ma ndoshta nuk ja dim pendimin, nuk ja dim pendesën.